qysh mundet me gjetë guximin që ti me shit diçka prej ahiretit për përfitimet dunjas përkohshme. Para se me bëu një njeri rinia veçanërisht, para se me bëu mëkatin, nëse e ban një analizë se çfarë pasoja ka, jo vetëm këtë dunja, po edhe në ahiret, a nuk i mjaftojnë atij vetëm për frikë? Edhe për këtë arsye, ti tu fitu diçka në këtë dunja që është e përkohshme. I tu kënaq, kënaqësi e përkohshme, edhe i t'ja bo X kënaqësisë përhershme. Për çka? Për përfitimin e dunjas. Edhe Allah në shumë ajete thot nuk ka dyshim dhe më të vërtetë se kjo dunja është vetëm një la'ibun wa lahun. Është, domethënë, lojë është na kalimtar këtë dunja. Na kalimtar, ajo që kena bëu mirë ka me mbet, edhe kemi me marrë tek Allahu i madhërisht të mirën. Siç ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalatha. Kur vdes njeriu ndërpren aty veprat këtë, kur ta përcjellin te vorrët. Illa min thalatha, përveç 3 gjëra nuk i ndërpren. Illa min sadaqatin jariya, do të thonë sadaka e rrethshme, au ilmin yuntafa'u bi, dituria e dobishme që e kalon dhe njerëzit domethënë përfitojnë për diturisë që ai e kalon. Awaladun salih yadu lahu, domethënë pasardhësi i hajrit që lutet për ata. Të cila kategori? Cilën kategori e ki mbush dhe e ki dhënë rëndësinë këtë jetë? Çto kemi marr? Krejt kur dalim, kur të mbrim te dheu atë, gjithçka ndalet. Dhe familjarët e tu kthehen, njerëzit më të dashur. Ndoshta edhe prindët e tu, vllaznit, familja më e ngushtë, rreti më e ngushtë ka me të lanë. Ti çka kemi marr që ato veprat që ti ke mendu janë profitabile edhe për dunia për ahiret.